Një 21 vjeçare ka denoncuar 2 ditë më parë një mjek kirurg të spitalit të Korçës për ngacmim seksual, ndërsa avokatja e saj Revgjej Tola deklaron se ndaj të njëjtit person kanë mbërritur të denoncime të tjera që datojnë prej 33 vitesh. Sipas saj bëhet fjalë për raste të përsëritura abuzimi ndaj vajzave dhe grave, ndërsa rasti më i fundit është raportuar vetëm një vit më parë. Në një deklaratë publike, Tola tha se studioja ligjore që përfaqëson viktimën po trajton dhe kallëzime të reja, të cilat priten të depozitohen pranë organeve të drejtësisë. Ajo ngriti shqetësimin se si një mjek i akuzuar për sjellje të tilla ka vijuar të ushtrojë profesionin për një periudhë kaq të gjatë në sistemin spitalar. Sigurisht që ky është një rast i përsëritur dhe kjo e bën akoma më të rëndë situatën dhe vetë ngjarjen, se si ka mundur të integrohet dhe të qëndrojë një kohë kaq të gjatë një mjek në sistemin spitalar dhe të jap shërbime për individ të ndryshëm, vajza dhe djem në kushte të caktuara. Ngjarja është shumë sensitive për shoqërinë, megjithatë unë jam falënderuese vajzës e cila mori kurajën të flasë dhe të reagojë, të ngrejë zërin, pasi ngjarje të tilla duhet të fliten për të ndërprerë. Mendoj se tani është momenti i duhur që drejtësia e re të reagojë dhe të jap përmes forcës së shembullit mënyrën se si këta abuzues, manjak, pedofil nuk duhet dhe nuk mund të shkelin më mbi gjakun e fëmijëve tanë. Avokatja deklaroi gjithashtu se deri tani nuk kanë marrë informacion nga prokuroria lidhur me dosjen e timore, megjithëse janë autorizuar zyrtarisht për mbrojtjen e vajzës. Sipas saj, kërkesat për informacion janë dërguar zyrtarisht dhe pritet një përgjigje para se të jepet masa e sigurimit ndaj mjekut. Pasi ne sot jemi autorizuar me prokurën për të qenë avokatët mbrojtës të vajzës, dhe pas kërkesës që kanë bërë në prokurori, ende nuk e kanë marrë informacionin, edhe pse është një situatë pa precedent që të mos jepet informacioni, megjithatë jemi duke drejtuar të gjitha kërkesat zyrtare me shkrim, email, për t'ia dërguar prokurorisë në pritje për të marrë informacionin e nevojshëm para dhënies së masës së sigurimit të mjekut. Sipas Tolës, po punohet për mbledhjen e provave që do të faktojnë se kemi të bëjmë me një rast të përsëritur dhe jo me një episod të izoluar. Ajo shtoi se përgjegjësia nuk qëndron vetëm te mjeku i akuzuar, por edhe te struktura spitalore, e cila sipas saj nuk ka ndërmarrë asnjë hetim administrativ. Ne duam të faktojmë që ky rast është një rast i përsëritur dhe se ky problem nuk qëndron vetëm tek mjeku. Kemi të bëjmë me një strukturë spitalore e cila nuk ka ndërmarrë asnjë hap për të bërë një hetim administrativ, edhe pse ka pasur çdo indicie të mjaftueshme për të mos e mbajtur më këtë mjek në atë vend pune. Në përfundim, avokatja u bëri thirrje grave dhe vajzave që pretendojnë se janë abuzuar të denoncojnë rastet, duke garantuar anonimatin e plot. Unë ju bëj thirrje grave dhe vajzave të vinë dhe të denoncojnë, të ngrejnë zërin për ngjarje që mund të kenë ndodhur. Dhe vetë ekipi ynë do t'i asistoj këto njerëz, këto vajza, këto gra, duke garantuar një mbrojtje efektive dhe anonimat të plot. Le të dalë e gjithë kjo situatë, duhet të nxjerrë në drejtësi dhe përpara drejtësisë mënyrën se si duhet të trajtohet nga tani e tutje abuzimi dhe ngacmimi seksual. Ndërkohë mjeku kirurg i akuzuar për ngacmim seksual pritet të dalë ditën e njëjtë para tokave të zeza, ku në orën 13:00 do të njihet me masën e sigurisë që do të caktohet ndaj tij.